Ministria e Ekonomisë ka ndarë 300.000 euro për përmirësimin e furnizimit me ujë për banorët të disa fshatrave të komunës së Gjakovës. Në një lidhje virtuale, Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolli tha se projekti i parë përfshin fshatrat Dol, Gërqinë e Lipovec. Projekti i parë do ta përmirësoj furnizimin me ujë në fshatrat e Gërqinës, Dolit dhe të Lipovecit, të cilët gjatë verës kanë probleme me furnizim për shkak se nuk ka ujë të mjaftueshëm, mirë po gjithashtu Gërqina deri tani nuk ka pasur fare qasje në ujin e liçenit të Dugagjinit, por është furnizuar nga uji i Bjeshkës. Këtu me ndërtimin e rezervuarit të ri, mirë po edhe të rjetit në një pjesë ku nuk ka pasur rjet, do të thotë që këto fshatra tani do të kenë furnizim me ujë të pijes që është cilësor, i sigurt për pije dhe 24 orë pa ndërprerje, pa probleme edhe gjatë verës. Dhe ne gjatë vizitës së punimeve kemi takuar dhe disa banorë aty të cilët edhe konfirmuan që i kanë pasur deri më tani dhe ishin shumë të gëzuar që ky projekt po ndodh. Ndërsa në projektin e dytë, e para e Ekonomisë Rizvanolli tha se përfshin instalimin e ujësjellësit për rreth 3.000 banorë. Projekti tjetër ka të bëjë me instalimin e ujësjellësit në fshatrat Lugbunar ose Khile dhe Skivjan, që do të dyfishoj kapacitetin e furnizimit për këtë zonë me mbi 3.000 banorë. Përveç që rrit sigurinë e furnizimit me ujë të pijes, sepse krijon një unazë furnizimi, pra kur ndonjë zonë në hyrje të qytetit ka problem, do të ketë një zgjidhje alternative të furnizimit për zonën nga ana e kundërt e qytetit. Përveç këtyre fshatrave, ky investim, ky projekt i dytë, pra do të ketë ndikim edhe në Piskot e në disa pjesë të qytetit të Gjakovës përveç fshatrave që i përmenda më lart pra Lugbunarit ose Khilës edhe Skivjanit. Gjithashtu një rëndësi strategjike e këtij projekti është që është në afërsi me zonën e re ushtarake në Gjakovë që po ndërtohet dhe kjo mundson që të kyçet edhe zona e re ushtarake aty për furnizim me ujë. Ky investim pritet të ndikojë në rritjen e cilësisë së shërbimeve të ujësjellësit dhe në sigurimin e një furnizimi më të qëndrueshëm me ujë të pijes për banorët e zonave përfituese, ndërsa zbatimi i tij veç se ka filluar. Në fakt, zbatimi i projektit tashmë ka filluar. Ne para 2-3 javësh ishim në vizitë së bashku me KRU Gjakovën, rreth 50% e punëve tashmë janë përfunduar, duke qenë ka qenë një projekt për të cilin kemi ndarë mjete edhe vitin e kaluar dhe KRU Gjakova tashmë kishte kryer procedurat e prokurimit dhe kishte filluar zbatimin e projektit. Sipas Rizvanollit, Ministria e Ekonomisë në vazhdimsi do të punojë në përmirësimin e infrastrukturës së ujësjellësit.